Partia Vlen sot ka njoftuar se përmes Ministrit të Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi ka propozuar rikthimin e shportës shkollore me zbritje deri në 15% për pajisjet shkollore. Ata bëjnë të ditur se në këtë mas do të përfshihen çantat, fletoret, lapsat, markerat, blloqet e vizatimit dhe produktet e tjera bas që u nevojiten nxënësve për fillimin e vitit të ri shkollor. Kjo është një tjetër mas konkrete e Vlenit në qeveri, me të cilën politika kthehet në ndihmë të drejt për qytetarët. Në vend të premtimeve, fokusi është te masat që u lehtësojnë jetën familjeve dhe ulin shpenzimet në periudha kur ata kanë më shumë nevojë për mbështetje. Nga Vlen thonë se produktet do të jenë të shënuara qartë në shitore, ndërsa zbritja do të aplikohet direkt në ark dhe do të pasqyrohet në kuponin fiskal. Edhe kryeministri Risjan Mickovski ditë më parë konfirmoi që në seancën e ardhshme qeveritare të martën do të marrë një vendim për krijimin e shportës shkollore.